Mirë se erdhët në emisionin e Labirintet e Shëndetësisë son. Sot emisionin do ta nisim me një lajm mjaft të hidhur. Përpara 2 ditëve u nda nga jeta pas një sëmundje të rëndë një nga figurat e shquara të mjekësisë tonë, profesor doktor Maksim Cikuli. Familja, mjekësia jonë, kolegët, studentët e miqtë e shumë të tij dhe gjithë shoqëria jonë humbi një mjek të devotshëm, të diplomuar shkëlqyeshëm në fakultetin tonë të mjekësisë, humbi një specialist, pedagog, shkencëtar dhe intelektual elitar, si dhe një humanist qytetar me kulturë të gjerë, poliedrike, me etikë ekzemplare dhe edukat shembullore qytetare. Profesor Cikuli, i specializuar në Francë, ishte një ndër themeluesit e gjenetikës tonë mjekësore, drejtuesi i departamentit të pediatrisë dhe 2 herë ministri i shëndetësisë në vitit 1993, 1997 dhe 2006. Ai do mbahen mend se një nga drejtuesit më të respektuar, më të kulturuar dhe me duar më të pastra në krye të saj. Ai dha një fytyrë qytetare detyrës së ministrit. Në atë detyrë, profesor Cikuli zbatoi një koncept modern qeverisës, pa kapardisje e arrogancë. Ai u bazua në forcën e qytetarisë dhe modestisë, në shembullin e tij personal dhe në përgjegjësinë e lartë për lider. Në vend të bujës protagonizmit personal e autoritarizmit, ai e interpretoi qeverisjen si mision të përbashkët shtetëror dhe jo si privilegj vetjak pushtetor. Përkundra autolëvdatave, burokracisë dhe manipulimeve të hasura tradicionalisht në administratat tonë të larta shtetërore, ai besoi delegimit të detyrave në vend të centralizimit, i besoi gjithëpërfshirjes dhe motivimit të stafit me respekt të sinqert, fleksibilitet e mirëkuptim të ndërsjellët. Në fakt, aso kohë Maksi ishte më demokrat, një hap më pranë Evropës dhe më fisnik se sa ishte ndërkohë shëndetësia dhe vetë Shqipëria jonë. Me tërësinë e meritave dhe vlerave të tij, profesor Cikuli pat fituar respektat me mirë edhe të ekspertët dhe organizatat e huaja që operonin në Shqipëri. Ata e ndjenë se ai kishte vlerat të racës së tyre. Drejtori i OBSH për Evropën në ato vite, Mark Danson, në periudhën që Cikuli u largua nga detyra e ministrit të shëndetësisë, i propozoi atij postin prestigjioz në Kopenhagen të drejtimit të departamentit të etikës për Europën. Por doktor Maksi nuk e la Shqipërinë. Ai e donte dhe ju pat përkushtuar sinqerisht asaj. Po për fat keq të tij dhe tonin, ai dytën më parë na la. Mjekësia nuk mundi të bënte asgjë për të shpëtuar jetën atij që kishte bërë aq shumë për modernizimin e saj. Po le të ndjehemi i fatlum që e patëm. Unë vetë ndjehemi i privilegjuar dhe që e njoha dhe që pati rastin të bashkëpunoj ngushtë me të, si edhe të ndaj miqësi kolegësh e sidomos të mësoj për shembullit të tij. Padyshim me vlerat, meritat e shembullit që shpalosi, ai sa familjes do të na mëngoj edhe ne të gjithëve, do t'i mëngoj veçanërisht mjekësisë tonë dhe vetë Shqipërisë, elitës së saj, të etur sot për figura e shembujt të rrallë si ati. I përjepet qoftë kujtimi i Maksit. Dhe tash të dashur telespektatorë, na lejoni pas kësaj time të vazhdojmë me programin tonë. Në temën e sotshme ja kemi përkushtuar sëmundjeve infektive në atmosferën e përgjithshme që sot i krijuar nga koronavirusi. Unë kam kënaqësinë të kem ftuar sot një specialist dhe personalitet të shquar në këtë fushë, një do të thosha specialist madje në Albania, po me vula të njoma të Amerikës, Anglisë dhe vendeve të tjera, profesor doktor Arjan Argjën. Arjan, mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se u gjeta. Në gjitha tavolinat sot njerëzit diskutojnë për sëmundjet infektive, për koronavirusin, diskutojnë si akoma nuk i kemi portur dot këto mikrobet, bakteriet, viruset.
si ishte mundur që t'jenë aq të fortë sa të sfidojnë sistemet shëndetësore dhe gjithë të teknologji moderne që kemi hasur. Po, si të kjo, shumë faleminderit që patëm mund të shkputesh nga ajo atmosferën që thash emocionuese do thoshe, por edhe psikologjikisht jo e lehtë për të përballuar. Për të ndarë disa ide në lidhje me shërbimin edhe gjithë sëmundjet efektive. Unë kam pasur rastin dhe kënaqësinë të kem ftuar edhe kolegët të tuaj këtu, drejtues të sektorit, pedagogë që janë shquar në departamentet të ndryshme. Thash, por ju keni edhe një eksperiencë një çik edhe në kuptimin menaxherial të politikës të sistemit, me që po lakot shumë sistemi shëndetësor sot. Shumë faleminderit që ke ardhur me jete. Siç thash, ju jeni mjaft i njohur brenda dhe jashtë vendit, po më lejo të ekspozoj një CV të shkurtër të tuaj për të informuar publikun në lidhje me formimin tuaj në tërësi. Ju lutem, mund të kem CV-n? Profesor doktor Arjan Harxhi lindi në vitin 1965 në Tiranë. Edukimi. Në vitin 1983 mbaron shkollën e mesme Sami Frashëri, Tiranë. Në vitin 1988 diplomohet mjek i përgjithshëm në Fakultetin e Mjekësisë në Tiranë. Kualifikime dhe specializime. 1991-1993 specializim pas universitar për sëmundje infektive nga Fakulteti i Mjekësisë Universiteti i Tiranës. 1996 specializim për menaxhimin e infeksionit HIV/AIDS, Universiteti i Kalifornias. 1999-2000 master shkencor për infeksionet seksualisht të transmetueshme dhe HIV/AIDS. Kolegji Universitar i Londrës dhe Shkolla Londineze për Higjen dhe Sëmundje Tropikale. 2007 hepatiti infeksioz, epidemiologjia, trajtimi dhe kontrolli. 2007 hepatiti infeksioz, epidemiologjia, trajtimi dhe kontrolli. 1998 Kumamoto, Tokyo, Japoni. Eksperienca pune 1988-1991 mjek i përgjithshëm në Dibër. 1991 dhe në vazhdim pedagog dhe mjek infeksionist pranë Departamentit dhe Shërbimit të Sëmundjeve Infektive, QSUT. Në vitin 2008-2009 drejtori i përgjithshëm i politikave shëndetësore, Ministria e Shëndetësisë. 2016-2020 shef i Departamentit të Sëmundjeve Infektive dhe të Dermatologjisë, Fakulteti i Mjekësisë, Universiteti Mjekësor i Tiranës. Veprimtari shkencore dhe tituj akademik si dhe botime. Në vitin 2004 mbron gradën doktor i shkencave. Në vitin 2010 mori titullin profesor i asociuar. 2016 fiton titullin profesor. Publikime. Është autor dhe bashkautor i më shumë se 80 artikujve të botuar në revista shkencore të huaja dhe të vendit, nga të cilat 46 revista me impact faktori. Veprimtari të tjera profesionale. Antar themelues dhe kryetar bordi i shoqatës shqiptare të infektivologjisë, antar i shoqatës europiane të HIV/AIDS, antar i shoqatës europiane të mikrobiologjisë klinike dhe sëmundjeve infektive, antar bordi i Akademisë Europiane për HIV/AIDS, antar i Këshillit Europian të Unionit Ndërkombëtar të Infeksioneve Seksualisht të Transmetueshme, 2016-2020 antar i Këshillit Kombëtar të Urdhrit të Mjekut të Shqipërisë, antar i bordit editorial të 2 revistave kombëtare mjekësore, Buletini i Shkencave Mjekësore të UMT dhe Revista Mjekësore të ISHP, antar i Komisionit të Shëndetësisë së Akademisë së Shkencave. Janë dhe disa foto? Këto janë fotot freskëta, Po, janë bërë tashmë shumë familjare në rrjetet sociale, foto të personelit duke një si astronaut. Eksakt, me qenë se bëhet fjalë për këto veshje speciale aq shumë përfolura. Me kolegë të pavionit 3, këtu jemi në kongresën e fundit të shoqatës. Këtu janë trajnime të zhvilluara me mjekët e familjes nga projekti i Fondit Global për HIV/AIDS-in. I bëni aty në fakultetin tuaj. Dakord se këta duket i kanë shkutuar ca nga këto, sigurisht me kjo zgjatën. Arjan, vim ke
Këtë tema, naturisht nuk kam në një gjë specifike, si që përmen, nuk dua që të fokusohemi me njerë ke koronavirusi, po në përgjithësi për shërbimin tonë dhe për që kemi për përballimin e sëmundjeve infektive, sepse e kam fjalën cili është misioni i këtij shërbimi. Unë kam parasysh që ka qenë një kohë që mjekët tonë të shquar patolog bënin dhe infekcionistin. Ka qenë në modë, nuk ka qenë një vijë ndarë midis sëmundjeve të brendshme, patologjisë dhe specialitetin infektiv. Pse u dolin pa nevoja për të qenë një specialitet në vete, dhe cilit misionit ti? Kur te misionit ti kam parasysh është vetëm të vërë diagnoza që së vëjnë do të jashtë dhe të bëjnë një mjekim që së bëjt do të ambulatorisht, apo ka dhe misionet parandaluse, mision edukativ, mision shkencor, kërkimor shkencor. Cilit në këto aspekte keni vënë re ju që është më në fokus të misionit? Mos njëri zbek të tjerët ose... E qartë. Ju falenderoj për ftesën, profesor, është kënaqësi gjithmonë të jemi bashkë edhe të bashkëbisedojmë. Ndoshta edhe unë me që u filluam me një lajm të dhimbshëm, doja edhe unë të shpreja dhimbjen dhe respektin për profesorin e shquar, profesor Maksin, profesorin e im të gjenetikës mjekësore, një figurë e shquar, si që thatë dhe ju, edhe një humbje e parakoshme, sepse këti vëndi, si që thatë, i duen figurat tilla që janë profesioniste, por edhe shumë njerëzore. Për të ardhur pastaj tek pyetja juaj, ju si gjithmonë keni qef që të bëni pyetje të jo thjesht për profesionistin, por si që thatë për të parë më gjërë. Natyrisht për të qenë politikisht korrekt, do thoje që unë nuk jam përfaqësues, si të thuash, zyrtar i shërbimit për shkak të pozicionit, po fare mirë mund të shpreh. Unë kam pas dhe kolegët tuaj. Të gjitha mendimet janë këndvështrimet. Patjetër, këndvështrimet, por këto janë gjitha, janë fakte, por unë mund të shpreh dhe opinionet e mia lidhura me problematikat që ju doni që ti shtjellojmë. Patjetër që ndoshta mund të thonim 2-3 fjalë si mund të jetë historiku i formimit të këtij shërbimi apo specialiteti, sepse me të drejtë thatë që specialiteti i sëmundjeve infektive është në radhë parë ka të bëjë me sëmundjet interne, pra sëmundjet të brendshme, por me specifika të smundshmërisë infektive, dhe sëmundjet infektive mund t'i trajtojnë mjekët e përgjithshëm, mund t'i trajtojnë mjekët. Në një farë mënyrë, sëmundjet infektive i kanë shpëtuar faqen patologjisë përgjithshme, sepse sëmundjet kronike nuk janë të shërueshme. Do të thënë, është gjithmonë një lojë pothuajse në barazim ose e humbur. Ndërkohë sëmundjet infektive në japin janë përgjithsisht, edhe pse ka ndryshuar profili, pra ne tashmë kemi edhe shumë sëmundje infektive që janë kronike. Pra, shkurtimisht do të thoje që historiku shqiptar fillon me, si thua, me historikun e shërbimit kryesisht spitalor, dhe nëse me qenë se po flasim për Tiranën, pra thjesht me 2-3 data, 49 shënon ngritjen e atij që quhet reparti sëmundjeve infektive. Në atë kohë e drejtonte një profesor i shquar internist, siç ishte Fejzi Hoxha, në 49-ën, ndërkohë që një datë e shënuar është formimi i katedrës të sëmundjeve infektive, dhe këtu do dalin pastaj që shërbimin vetvete është një institucion që përmbledh 2 veprimtari shumë të rëndësishme, që është veprimtaria klinike dhe ajo akademike. Pra, dhe shkencore. Dhe shkencore, pa tjetër, akademike dhe shkencore, dhe kërkimore. Pra, 57 është formimi i katedrës, që vinte si pasojë e formimit të fakultetit të mjekësisë apo të Universitetit Tiranës. Viti 1971 shënon ngritjen e spitalit infektiv, si që nje edhe sot opinioni publik, pra atje ku është dhe sot, pra kam përjetuar dhe unë, fizikisht, me drejtor profesor Nikola Dushnikun, emri i cilit bart sot edhe shërbimi, pra shënon formimin për herë të parë të një spitali
terciar, universitar, që do ndiqte të smurët efektive, dhe viti 93 shënon pastaj ndryshimin e termit, sepse u formua QSOT-ja dhe termi, edhe pse në opinionin publik vazhdon të njihet si spitali infektiv, por ndërkohë njihet si shërbimi universitar i smundjeve infektive, pjesë e qendrës spitalore universitare. Ky shërbim, pra, në vetvete është një shërbim universitar, pra ofron kujdes mjekësor të nivelit terciar, por ndërkohë është dhe një shërbim universitar, sepse përmbledh në vetvete kujdesin ndaj smundje infektive të nivelit terciar, dhe mund të themi 2-3 fjalë çfarë në kupton kjo, dhe ndërkohë ofron atë që sapo e tham, pra është baza, njësia bazë ku formsohen dhe përgatiten mjekët e ardhshëm në drejtim të kurrikulave që i përkasin smundje infektive, pra mësojnë studentët e mjekësisë, mësojnë specializantët e smundjeve infektive, ato që do dalin si mjek infeksionist, dhe kryen dhe praktikat dhe ciklet e mjekimit, specialitetet e tjera, pjesë të cilët kanë dhe përgatitjen apo formësimin e tyre në drejtim të smundjeve infektive, ndërkohë që siç tham dhe një komponente tjetër e rëndësishme është komponentja e kërkimit shkencor apo e aktiviteteve shkencore, ku futen formimi i vazhdueshëm mjekësor, pra ofrimi i aktiviteteve të vazhdimit dhe trajnimit dhe kualifikimit vazhdueshëm mjekësor të specialitetit smundjeve infektive, po edhe të specialiteteve të tjera, pa harruar dhe një komponente të rëndësishme që është ajo e shëndetit publik, sepse specialiteti smundjeve infektive lidhet ngushtësisht me problematikat që lidhen me shëndetin publik, dhe historia e fundit fare e COVID-19 e tregoi këtë që specialistët e smundjeve infektive ishin gjithashtu në vijën e parë të frontit dhe për të ofruar, si thua, kapacitetet e tyre në drejtim të ndërhyrjeve në shëndet publik. Ja, unë e kam përjetuar këtë dekurs të zhvillimit të smundjeve infektive të strukturës së saj. Më shumë e kisha pyetjen këtu që është e qartë që aty nga ana është ekselenca mjekësore në kuptimin e ndihmës të nivelit të tretë, apo jo? Dhe sigurisht është kjo ekselencë që do rezultonte, do mësonte brezat e ardhshëm, do me kapaciteti i tyre. Nuk kam dyshim që ky funksion gjithmonë ka qenë. Ajo që më intrigon një çik është që duke qenë se janë institucione terciare kombëtare, a rezatojnë ato për te institutit në kuptimin e parandalimit, apo ky mision nuk ka të bëjë me juve sepse është mision i Institutit Shëndetit Publik apo të networkut, rrethave të qendrave higjieno-sanitare apo ku diçka, domethënë, a keni një shqetësim për të dalë përpara gjërave të tjera apo s'është misioni juaj? Në radhë parë misioni është trajtues. Por pa tjetër, kur bëhet fjalë për smundjet, për smundshmërinë infektive, komponentja parandaluese dhe kontrollit është shumë e rëndësishme. Gjithmonë mund të ketë, si thua, çështje të një ambivalence të roleve që mund të ketë shërbimi i smundjeve infektive me Institutin e Shëndetit Publik, por gjithmonë ka dhe një harmoni dhe një koordinim midis tyre. Për sa i përket statusit, shërbimi i smundjeve infektive, mbështetur dhe në ligjin e ri të smundjeve infektive, të aprovuar para pak viteve, ka marrë dhe ligjërisht statusin si një shërbim kombëtar. Pra, mbulon në tërë territorin problematikat që kanë të bëjnë me smundshmërinë infektive. Konkretisht, mbështetur edhe në atë që quhet sistemin e referimit, pra të referimit sipas niveleve të kujdesit, në shërbimin ton ofrohet kujdes klinik për të gjitha problematikat e rëndësishme, pra çfarë do lloj qytetari i Republikës Shqipërisë që mund paraqes një problematik infektive, ta zënë, po marrim një shembull, një infeksion të sistemit nervor qendror, pra konkretisht një meningit apo një encefalit, një pacient i tillë duhet të referohet nga gjithë sistemi
shëndetësor pranë shërbimit të smundje infektive. Jo. E mora thjesht si shembull. Po. Nga ana tjetër, ky shërbim është përgjegjës për shembull për kualifikimin dhe edukimin e vazhdueshëm mjekësor të gjithë mjekëve infeksionistë të gjithë Republikës, fal këtij sistemi të referimit. Çdo mjek infeksionist i atashuar qoftë në nivelin sekondar, pra në spitalet rajonale, apo dhe në nivelin primar në poliklinika apo ambulanca, patjetër që ka lidhje të drejt për drejt me shërbimin infektiv, qoftë në drejtim të menaxhimit të rasteve, të referimit të rasteve, por edhe në drejtim të kualifikimit dhe të formësimit të vazhdueshëm profesional dhe mjekësor. Dhash këto dy shembuj për treguar që ku qëndron në rrafsh nacional roli dhe misioni i shërbimit të smundje infektive, por siç e përmendët dhe ju, dhe problematika të parandalimit dhe problematika të shëndetit publik, patjetër që janë të rëndësishme dhe janë edhe pjesë e misionit dhe funksionit të shërbimit. Jo, nuk ka dyshim që ju jeni në majtë të piramides, të mjekimit, të ekspertizës, të ekscelencës, të edukimit, të formimit të tyre. Unë kam fjalën, si jeni strukturuar, a keni ju një bizat të voglat në një network në rreth, a kemi një spital infektiv në rajonet e tjera, apo ky shërbim atje është inkluduar në shërbimet tjera? A kanë ata luksin, po them, apo oportunitetin për të qenë si ju në vete, një institucion në vete, megjithëse edhe këtë u atakuani që këse ju kanë futur me sa di një shërbim. Mund t'i trajtojmë dhe këto. Pyetje shumë e drejtë, pra sipas strukturës, pra kësaj strukture në rang kombëtar, me reformat që janë kryer her pas here, gjatë tyre viteve të fundit, nuk ka më asnjë spital apo shërbim apo repart, ndoshta repart mundet, por më vete të smundje infektive. Në nivelin e spitaleve rajonale, përgjithsisht ky specialitet mund të ekzistojë si një specialitet pjesë e atyre që quhen reparte të smundjeve interne, por në spitalet mëdhaja, për shembull të nivelit të spitalit rajonal të Durrësit, për shembull të Shkodrës, të Vlorës, të Korçës, ekzistojnë repartet e smundjeve infektive. Në aspektin administrativ, këto janë në varësi të strukturës administrative të spitalit rajonal dhe të drejtorisë rajonale të kujdesit shëndetësor. Janë këto nga ana logjistikës të ndarë, të izoluar, si bashkëton një repart infektiv në kuadrin e një ndërtese? Kjo, për shembull, mund t'japim shembulli konkret është që, për shembull, në Spitalin Rajonal të Durrësit, ky repart është në aspektin fizik dhe infrastrukturor është i ndarë. Është i ndarë. Por mund të ketë dhe shembuj tjerë që kanë qenë të ndarë, për shembull në Spitalin e Shkodrës, po tashmë është pjesë e strukturës së Spitalit të Shkodrës, apo ai i Vlorës që është një repart i ndarë, pra ka shembuj të ndryshëm, me thënë të drejtën, pra këto lloj ndryshimesh që janë bërë nuk kanë ndjekur një logjik të shëndosh që të respektoj. Bravo, që të respektoj, që të ketë një strategji që të respektoj dhe këto lloj parimesh, të cilat tashmë dolën në pa me epideminë dhe pandeminë e fundit, pra nxorrin në pa disa, mund të thoja, ndryshime që janë bërë jo në mënyrë korrekte, duke pas parasysh të parime të përgjithshme të respektimit të kushteve epidemiologjike. Keni dhe ju përshtypjen që ne nuk kemi arkitekt të specializuar mirë në çështjen e strukturës spitalore? Unë jam i këtij mendimi që nuk kemi pra të tillë arkitekt, ndoshta mund të jenë, por nuk i është kërkuar mendim apo feedback, por është shumë e rëndësishme kjo që jemi ke struktura. Ju jeni një institucion që merr një përsipër të gjithë llojet e infeksioneve. Pra, aty do ketë të shtruar ose në konsultuar një varieté sëmundjesh infektive, të cilët si është evituar fluksi i tillë që këta mos janë gjithë si njëri tjetri. Pra,
institucionet i përbashkët, po patologjia është diverse. Keni bokset veçanta për X sëmundje dhe për Y sëmundje, janë bazuar këto në prevalencën e tyre, janë bazuar në rrezikshmërinë e tyre, janë bazuar, sa është konstruktuar me këtë logjikë. Eksakt. Pra ka shkollat ndryshme në lidhje me këtë lloj gjëje. Për shembull, unë mund t'jap shembullin e Amerikës, e cila në atë vend u zhdukën në fillim të viteve 60-70 u zhdukën repartet dhe spitalet infektive, kurse Europa ishte më konservative. Ka qenë një rrymë dhe në Shqipëri? Dhe sot, jo, ishte edhe në Shqipëri. Dhe ne psuam mbi kurriz këtë. Pra, reforma që ndodhi në 96 me QSU-tën, solli prishje të strukturës fizike dhe logjistikës. Ju keni një shërbim tjetër në të njëjtën ndërtesë. Dhe ne na u desh që me historinë e Covidit u desh që të rishikoj edhe një herë kjo strukturë, pra ato dy shërbime që Covid ju thatë, kërkoni që të doni, vetëm shpëtoni jetë. Ato shërbime që u vendosën brënda strukturës së shërbimit infektiv, tashmë nuk janë aty për shkak Covidit, nuk e di çfarë do ndodhi nesër, por ajo ndërhyrje për mua ishte e gabuar. Shembulli sa po thoja, Amerikani ishte tillë që sot Amerikanët janë bërë pishman me ato reforma që bën në vitet 60-70. Po të kujtu se infekcionet u dominuan, se kemi antibiotika dhe... Bravo, pra ishte opinioni përgjithshëm që u fitua lufta me smundjet infektive dhe, por ndërkohë, si që thatë dhe ju, duhet ketë parime fikse epidemiologjike dhe të shëndetit publik që kur ti ndërton një strukturë të caktuar spitalore, duhet i respektosh këto lloj parimesh, pra nëse ti do ndjekësh një smur me infekcion aerogen, po flasim konkretisht për Covidin, por ne kemi pas vazhdimisht fruth, kemi pas tuberkuloz, që dy nga shembujt më të rëndësishëm që janë në smundjet infektive, që flasim për smundje shumë të rrezikshme të infekcioneve respiratore, pra vetëm dy shembuj ju përmenda, po janë shumë infekcione tjera respiratore. Kur unë kam filluar punë në spitalin infektiv në vitin 91, reparti pavioni i katit të parë, që quhet ati spitali, ishte i tillë që ndiqte ato që quhen infekcione aerogene, pra respektonte këtë strukturë bazuar në rrezikshmërinë. Pastaj për mos folur për mbrapa, pra që çdo lloj boksi duhet kishte parimet e veta, duhet kishte sistemin e aerosjes, duhet kishte sistemin e filtrimit. Të gjitha këto duhet kenë parasysh nga ato arkitekt që thatë ju, kur ndërtojnë struktura tilla që në një spital caktuar rajonal apo terciar, si do respektohen këto parime dhe si do ndërtohen këto lloj shërbimesh apo spitalesh. Unë kur flas për strukturën, në të vërtet, kam parasysh edhe dy gjëra të rëndësishme. Stafin. Kur ti merr një mision, ti duhet kesh, a i ke njerëzit e duhur për këtë. Kur themi duhur, jo në kuptimin vetëm numerik, në raport me fluksin e të smurve, por dhe në profilin e tyre të ekspertizës, sa të zot janë për të kryer, për të besuar atyre misionin. Pra kam parasysh stafin dhe kam parasysh dhe teknologjinë, në kuptimin me aq në mënyrë diletante sa dëgjova disa nevoja të linën kuqme për respiratore, për gjëra të tilla të cilët ose ishin menduar, ose për ekografi, apo skaner në shtrate, gjëra të tilla të cilët nuk ishte menduar, ose ishte menduar si luks për ju në këtë kontekst, domethënë, kur themi, a keni gjithçka që duhet për të përballuar këtë mision që u zhdën? Natyrisht që situata e pandemisë, pra ishte me kërkesa shumë të mëdhaja dhe të menjëhershme, të cilat jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën treguan që ishin të vështira për tu parashikuar dhe për tu parashikuar në kuptimin numerik ishin pa parashikuar, po jo në kuptimin e dobishmërisë. Eksakt, shkurtimisht do thoje që aktualisht për shembull shërbimi ofron për shembull infrastrukturë mbështetëse shumë të mirë në lidhje me imazherinë. Për shembull, imazheria e shërbimit është patjetër, pra
edhe fal investimeve që janë bërë së fundmi, është brenda shërbimit, është struktura e imazherisë, pra reparti që përfshin skanerin, veshje speciale ekografin, ishin veçori e konviktit, apo ju gjithmonë duhet jeni veshur në mënyrë speciale sepse keni kontakt me infeksionet? Patjetër që kjo situatë solli në mënyrë të mbret, pra nevojën për pajisje të tilla të mbrojtjes personale, por nuk është se është një diçka e re. Pra, të mos harrojmë që nuk është epidemia parë që ne përballemi. Janë 2-3 epidemi të gripeve të rënda, pra gripit të derrit, gripit të shpendve, ai që quhet gripi H1N1, smundshmëri të tilla siç është fruthi, që ne kemi pasur shpërthime epidemike të kohëve të fundit, apo tuberkulozi. Po nuk keni qenë të veshur. Dhe patjetër që veshje ka pasur, por nevoja kësaj radhe është e mpret që do të ishte për të gjithë stafin, me qenë se edhe ngarkesa e punës ishte e madhe. Patjetër që maskat respiratore të famshme që u fol shumë, për cilat pra ka shumë nevojë, ato që quhen jo maskat e thjeshta kirurgjikale, pra maskat respiratore që ofrojnë filtra të tipit FFP2 apo NIOSH 95, pra një shkallë të lartë të sigurisë të filtrimit të grimcave. Këto maska ne kemi përdorur vazhdimisht në shërbim, sepse rregullat, ato që quhen masat e parandalimit të infeksionit, nuk lindën me Covidin. Pra, ato që quhen masat parandalimit të kontaktit, apo masat parandalimit nga spërklat, apo masat parandalimit respirator, apo masat parandalimit nga likidet biologjike. Këto gjëra ne ja mësojmë studentave të mjekësisë që në vit të 4-5 jo, nuk është çështja e njohurive tuaj, çështja është e disponibilitetit. Pastaj disponibiliteti ka të bëjë me patjetër me sistemin, ka të bëjë me ato që po flisnim pak që parë, me standardet, ka të bëjë me protokollet, ka të bëjë me buxhetet. Është shumë e rëndësishme. Pra do duhet që po stafi juaj, kur them stafi, nuk kam parasysh vetëm ekspertë si ju, gjithë ata kolegë të shquar që janë bërë shumë të dashur për publikun tonë në këtë epidemi, dhe duhet të falenderojmë dhe ne mjekët e tjerë, sepse na nderon imazhin, i cili një çik ka qenë i deformuar ndoshta për mjekët tash, edhe atë këngën megjithëse ajo nuk ishte e sorçme, domethënë po ndoshta duhet bëj një këngë edhe këta të sorçme. Po ashtu. E kam fjalën ke ekspertiza e stafit në kuptimin e të gjitha allkave të tij. Unë kam bërë edhe në biseda tjera pyetjen që ne u kërkuam infermierëve tona të edukuara në shkollat klasike, të atëherë me 2 vjeçare apo sa kishim, që të bënin një diplomë universitare. Edhe ato e bën. Disa bën dhe master. Dhe ne i lam pa aty ku ishin. A ka në ndryshim të rolit ju, keni ju personeli mesëm, unë nuk duhet të ta quaj personel ndihmës, se më duket ofenduese për ta. Jo, absolutisht është vërtet. Ata janë kolegë që kanë mision të caktuar. A keni gjithë profilin e stafit që ju duhet duke filluar qysh mjekësor, teknologjik? Personeli, patjetër që kapacitetet, si që thatë dhe ju, në reanimacion, kapacitetet njerëzore dhe profesionale në një institucion janë shumë të rëndësishme. Është një nga komponentet më të rëndësishëm që ju atëherë kur drejtonit atë lloj institucioni për të akreditimit dhe cilësisë, patjetër që ky komponenti kryesor që vlerësohej. Po, se mjekësia është kujdesi njeriut nga njeriu. Eksakt, për cilësinë e shërbimit është sa është aftësia dhe profesionale dhe jo vetëm e personelit shëndetësor. Me thënë drejtën, shërbimi jon historikisht ka pas një staf shumë të kualifikuar. Domethënë është karakteristikë, është një vijë që e përshkruan vazhdimsinë në historinë e këtij shërbimi që personeli shëndetësor, si i lartë, si i mesëm, po mos më i thëni mesëm se tashmë ato janë gjithë me universitet, me diplomë universitare, pra personeli si infermieror, si mjekësor dhe ato teknik kanë qenë dhe janë me një nivel shumë të kënaqshëm. Unë do të thoja për shkakun që historia e Covidit tash i tregoj që
stafet e reja të infermierëve dhe infermierëve të rinj që kanë mbaruar këtë fakultet pra të shkencave teknike, treguan që kanë kapacitete shumë të mira për të menaxhuar të smur shumë të rëndë. Patjetër që është detyrë e shërbimit, është detyrë e institucionit që të ofrojë mundësinë e kualifikimit vazhdueshëm, pra të edukimit të vazhdueshëm mjekësor, si të mjekëve, ashtu edhe të infermierëve, dhe kjo reflektohet jo thjesht se ta kërkon ligji që ti si profesionist, qoftë si mjek, qoftë si infermier, të plotësosh disa kredite, siç ta kërkon ligji, por është edhe detyrë e institucionit brenda që të krijojë kushtet dhe të ofrojë mundësitë për të bërë të kualifikim. Ka një buxhet shërbimi për tu alokuar për këtë qëllim? Kjo ka munguar. Kjo ka munguar. Kjo ka munguar. Jo thjesht e shërbimit, ata duhet të shkojnë me paratë të tyre për një... Por, brenda shërbimit janë ofruar aktivitete, por kjo gjë ju e dini shumë mirë që edhe pse me ligj çdo institucion në nivel spitalor duhet të alokojë buxhete, kjo gjë nuk është bërë. Arjan, ti ke qenë një shtetit, ke bërë dhe master, ke ndojtur në shumë klinika. Qa ke para tje që ke thënë, sikur të kishim dhe ne këtë? Është një pyetje pasaj që mund të vazhdonim bisedën shumë gjatë, profesor. Jo, ka të bëj me ekvivalencët. Ne kemi një spital infektiv dhe ata kanë një specialitet. Pse janë ndryshe ata? Qatë drejtjen kanë më shumë se të? Njohurin nuk kanë më shumë. Njohurin nuk kanë më shumë. Zell nuk kanë më shumë. Vullnet nuk kanë më shumë. Qatë drejtjen kanë që mburen më shumë? E kanë falco, e kanë bazuar diçka që ne na mungon, dhe ata e kanë? është pjesë e tërës, profesor, është pjesë e tërës se ti nuk mund të krijosh ishu që thuash që edhe shëndetësia në Shqipëri është pjesë e të tërës, pra ti nuk mund të krijosh ishuj. S'ke në një konkrete ishuj. Patjetër që do thoja konkrete, pra e kemi folur shumë dhe e kemi keq përdorur në herë të termin sistemet, por është e pamundur ta shmangim pra përdorimin e këtij. Është në radhë parë është sistemi, është financimi i një sistemi dhe pastaj edhe organizimi i tillë që bëndet mundur. Pra në ato spitale ku unë kam qenë, me që po përmendim për shembull në rastin konkret, në një është folur shumë për shembull për Spallanzanin tashi me rastin e Covidit, sepse është Instituti Kombëtar i Smundjeve Infektive në Rom, i cili ndoqi për herë të parë këto pacient, dhe unë mbaj mend në një nga ato trajnimet tona atje, ato mjekët klinicist, para se të shihnin një cmur që ishte me skabjes, me zgjebe, pra i veshën gjitha ato veshjet mbrojtëse, sa që ne u habitëm, thamë, pse po i vinë shikto, i smuri është me skabjes, që për ne nuk ishte diçka e exageruar, si ishte aerogene, mjafton me doreza, për të treguar që ato i kishin mundësit, dhe nga ana tjetër ishin në ato bokset me presione negative, që nëse pacienti ishte me një smundje infektive, mjaftonte të izoloj në atë boksin, atë dhomën përkatëse, për të krijuar kushtet që mos përhape infekcion. Ju s'keni bokset tilla? Jo. Pra, sistemet tilla nuk ekzistojnë në Shqipëri, vetëm brenda sistemit të reanimacionit apo të njësisë kujdesit intensiv, kemi mundësinë që të krijojmë këto lloj që quhen filtrat me presion negative. Ju në të vërtet luftoni si shembull, por po përdor retorikën e luftës, domethënë ju luftoni me armiq të padukshëm. Në përgjithësi apo jo. Është laboratori që ju ndihmon që u vizualizon. Si janë lidhet me gjendja me laboratoret tona në kuptimin e kapacitetit të tyre, spektrit analizave që bëjnë, saktësisë të tyre, sa ju ndihmojnë ose sa ju pengojnë? Po përgjigjem edhe me një detaj historik, me që përmenda që parë ca data, pra 71-shi shënon krijimin e spitalit infektiv dhe drejtuesi i spitalit në 71-shin ishte një mikrobiologe. Pra një doktoresh e shquar, sepse spitali kishte brenda strukturës edhe laboratorin përkatës.
mikrobiologjik. 93-shi shënoi, pra formimi i QSOT-s shënoi formimin e shërbimeve të ndryshme ku mikrobiologjia është tashmë shërbim më vete. Pra, unë nuk dua të them asgjë me këtë që shiko ishte më mirë atëherë dhe është më keq tashti. Por ka modele perëndimore ku strukturat që ofrojnë specialitetin e smundje infektive kanë në varësinë e tyre dhe laboratorin. Sepse nuk ka smundje infektive, pra specialitet smundje infektive, pa një mbështetje të fuqishme të laboratorit të mikrobiologjisë dhe të virologjisë. Një shembull tjetër që mund të përmend, për shembull, shoqata europiane e mikrobiologjisë klinike dhe smundjeve infektive. Është një binom. Ne mundohemi ta krijojmë një bashkëpunim midis dy shërbime, po ngelen dy shërbime. Cili na feudon atij. Pra, ngelen dy shërbime administrativisht të ndryshme. Mund të ketë mekanizma të tjerë, personalisht mendoj që duhet të ketë më shumë mbështetje, duhet të ketë më shumë vëmendje. Shembulli i Covidit e tregoi këtë, që QSOT-ja, i spitali vetëm universitar, nuk kishte kapacitet për të bërë diagnozë me PCR për Covidin. I ka kapacitetet për të bërë diagnozën e PCR-it, sepse në QSOT ofrohet diagnoza biologjisë molekulare për HIV-in, për hepatitet, për shumë infeksione tjera, por edhe është si shembull që duhet që të ketë shumë më tepër investim. Se çfarë do ndodhi pastaj nesër, këtu hyn pastaj ato problematikat e reformës, sepse shërbimi laboratoreve do jetë me outsourcing. Pra, se çfarë do ndodhi nesër nuk e dim. Po, nuk e di. Ndofta është jashtë kontekstit në të vërtetë, po mua gjithmonë më ka shqetësuar një problem në spitalet, janë të quajtura infeksionet spitalore, ose nozokomiale. Më ka shqetësuar fakti që kur bëhet analiza vjetore, thuhet që jemi më mirë, po nuk jepen shifra. Nuk thonë që vjet ishim kaq dhe se vjet u ul. Unë nuk shoh një tendencë, nuk ishte një program për t'i ulur për këtë. Natyrisht këtu ndryhen shumë faktorë të kulturës, të mënyrës së veprimit të operimit, të profilit të sëmundjeve, disa të janë bile. Po më kujtohet që në vitin, duhet të jetë në vitin 2004, u krijua një shqyrtura Alianca Botërore për Safety, për sigurinë. Alianca Botërore për sigurinë. Dhe në fushatën e parë që kërkoi atyre të lajnë duart. Lajnë duart. Dhe unë kur shkoja dhe predikoja këtë, thoshe me qatë i lajmë. Spitalet tonë dhe s'ka. Dhe eksperiencia Covidit e solli prapë në vëmendje këtë gjë dhe reflektova, thashë, sa kemi bërë për këtë element thjesht, cilët do ju jetë kulturën tonë dhe mund shpëtonte jetë dhe gjëra më radhë. A përfshiheni ju në këtë problem apo zgjidhet, sepse e drejtë është parë zgjidhja që kanë infeksione instrumentat dhe kemi sjellë instrumentat të kushtueshme që natyrisht kanë më pak infeksione. Po a është vetëm kjo rruga apo ka ca masa të tjera që mund mos jenë kaq të shtrenjta dhe mund të cilat ju në ata që thash dalin nga muret e spitalit tuaj mund të shkoni dhe ndikoni? Ju cekët një çështje shumë të rëndësishme, profesor, ne kemi diskutuar mbaj mend edhe në një bisedë tjetër bashkë, sepse sot konsiderohet, pra problematikat e infeksionit spitalore dhe antibiotikorezistencës konsiderohen si një nga pandemit që pra një nga... Bota po ju në botën pa antibiotik. Nëse bëhet fjalë për një problematik të rëndë globale, pra për një smundje riemergjente dhe emergjente, është antibiotikorezistenca dhe infeksionet spitalore. Për shembull, po diskutonim pak përpara se të vija këtu me kolegët mi dhe intensivist, që një nga shkaqet për shembull që mund të kenë vdekur, dhe ato edhe pse do bëhen analiza, ato raste me Covid, me nën ventilim, janë infeksionet që lidhen me pneumonit nga ventilimi, jo thjesht nga mungesa e kapacitetit apo nga Covidi, por nga infeksionet
e rënda nga kondicionerët. Exact, të sistemit respirator apo të lidhura me ventilimin. Është një problematik madhore. Ju thatë një gjë shumë të rëndësishme që ne vazhdojmë të vuajmë nga një problem madhor që është mungesa e dhënave. Pra, ju e keni diskutuar shumë herë këtë gjë që sistemi po se pe vetën e pasqyrë, mos të prodhoj eksakt. Po se pe vetën e pasqyrë, si do rregullohesh? Edhe pse ka hapa pozitiv në këtë drejtim, unë personalisht jam pjesë antari komitetit të infeksionit spitalore dhe të antibiotikëve rezistencës në QSOT, me thënë drejtën ka një rivitalizim të këtij instrumenti, po nuk është vetëm QSOT-ja, është gjithë Shqipëria që duhet ketë një strategji të tëllë, për fat keq për shembull, unë kam qenë pjesë e grupit punës që për fat keq u la për gjys, pra po punonin për planin e veprimit, për strategjinë dhe u la nuk e di për çarsye u la kjo gjë sepse nga të gjithë institucionet ndërkombëtare, siç e thash, është një problem madhor që duhet t'i kushtohet shumë vëmendje, sepse sapo përmendet larjen e duarve dhe xhelin, sot një nga vlerësuesit që akrediton spitalet është sasia e sapunit dhe xhelit që harxhohet në një spital. Edhe ujë ngrohtë. Edhe ujë ngrohtë për treguar që a lahen duart sepse mjeti kryesor i parandalimit të infeksionit spitalor është larje duarve dhe këto veshjet e tjera. Mbaj mend që herën e parafundit që kemi folë për këtë gjë, kam dhënë dhe një detaj që kur unë kam qenë një nga këto klinikat jashtë, më bëri namin kryeinfermieri e reanimacionit se u futa me orë brenda në kujdes intensiv, pra e dhash si shembull për treguar që nëse ne zbatojmë disa edhe rregulla të thjeshta, parandalojmë dhe kursejmë shumë, se kjo është shumë e rëndësishme. Nga ana tjetër dhe politikat e përdorimit të antibiotikëve, që gjithashtu ne kemi diskutuar në një bisedë bashk, është një problem madhor që duhet t'i kushtohet shumë vëmendje. Ju përmendet financimin, padyshim që shëndetësia jonë është e nënfinancuar në raport me kërkesat e në raport me zhvillimet të jashtë. Po financimi sipas meje ka 3 komponentë, është nga vijnë parat, ku grumbullohen dhe si shpenzohen. Përshtypja ime është që të kesh më shumë para është e nevojshme, është e drejtë, po është gjysmë utopi kur sistemi nuk prodhon dot aq të ardhur. Vendi është i varfër në aq sa është. Nuk ke çu merr veç me marr shpirtin. A shkojnë në vendin e duhur, normalisht duhet të jenë siguracionet që duhet bëjnë blerjet më të mira me këto para. Por siguracionet me sa kupton janë blerës, nuk janë as blerës, janë pagues të shërbimit. Nuk e vendosin ato se çfarë duhet blej, a kupton. Dhe e rëndësishme është që alokohen atje ku prodhojnë më shumë shëndet. Këtu është problema. Dhe këtu vi çështja e kulturës shëndetësore që thash ju, që a nuk duhet të investohet shumë më tepër në kulturën shëndetësore qytetare në kuptimin e vendmbrojtjes së rolin e individit, familjes, të komunitetit, jashtë kontekstet bluzave të bardha. Është utopi për mendimin tim që bluzat e bardha të marrin përsipër të sigurojnë shëndet me kaq njerëz që jemi dhe mjetët që kemi pa aktivizuar. Dhe kam përshtypjen që ne kemi lënë pasivitet ose ja kemi deleguar një çik bëhet në formë këshillash o propaganda shëndetësore. A nuk duhet një çik ristrukturuar konceptualisht në kuptimin që të jenë forma. Kam parasysh Zvicrën, kam parasysh vende tjera ku kam parë që çdo ditë televizionet i japin slogane edukative. Çfarë na kushton që ky alokim që i ka përpir, domethënë farmakologjizuar sistemi, domethënë 80% shkojnë për bardha, aq sa po vinë ca gjëra që s'janë bardha, po quhen suplemente, ku do të quhen. Dhe nuk kemi para për të edukuar njerëzit. Kjo analizë ka munguar profesor që të thuash që vërtet në këto sektor kush do ishte më kosto efektive, pra që me këtë sasi të alokuar ti ta marrësh mbrapsh shumë herë më mirë atë rezultante që është shëndeti. Që është se ne nuk merr para mbrapsh, merr shëndet. Pra merr shëndet. Kështu që kjo analizë për fat keq ka munguar. Është përfolur shumë në rastin e Covidit modeli suedez, i cili u mbështet
fare mirë në kulturën individuale, në profilin socio-antropologjik dhe në formësimin e atij suedezi, i cili e ka kulturën shëndetësore dhe qytetare. Nuk kemi pse ta mësojmë në lajduar se ata e lëvet, nuk kemi mësuar që zbatoj ato rregulla të cilat ju ofruan. Kështu që kjo do kishte shumë shembuj të tillë që ja vlen të Si është vizioni juaj për zhvillimet e mëtejshme të Covidit kene? Së shpejti mbyllet, së shpejti zgjatet, është rreziku i riardhjes? Çdo smundje efektive ka të famshme kurbën, ka atë që është përfolur shumë, pra shpërndarjen e tij sipas një formule. Të kuptohemi që ne për fat mirë fal ndërhyrjeve masave, pra masave jo farmakologjike, atyre masave që janë marrë nga njerëzimi prej qindra dhe mijëra vjetësh, pra kufizimi fizik, distancimi fizik, bërit mundur që unë që jam i infektuar të mos ja transmetoj 2 ose 3 tjerëve dhe të vdesin në thonjza pra infeksioni. Por ky mbetet një virus që nuk zhduket dot, pra është një virus i ri, i cili potencialisht ka një përqindje shumë të madhe popullate. Ne nuk e dim që çdo ndodhi në vjeshtën apo në sezonin e ardhshëm dimëror kur të kemi epidemin tjetër të gripit, pra patjetër që ne duhet të bashkëjetojmë. Është shumë e rëndësishme që ne të nxjerrim mësime, po kur them mësime jo thjesht nga ato çfarë thuhen nga analistë në media, por mësime nga studimi mirëfillt i situatës, pra të shihet çfarë ndodhi dhe çfarë të përgatiten për ato që quhen skenar të ndryshëm në të ardhmen. Mendoj që kjo situatë është e fituar, pra për momentin ne jemi të fituar, rihapja do jetë një tregues që nëse do kemi rikthime të rasteve sporadike, pra duhet jemi shumë të vëmendshëm. Nuk e kemi parë që për shkak edhe se unë besoj që sjellja njerëzore është e tillë, njerëzit u lodhen, të kuptohen, u lodhen shumë në aspektin të një ngarkese të madhe psikologjike dhe rihapja pasaj lehtësimi kushteve solli që e kemi parë gjithë që njerëzit tashmë janë të shpenguar dhe ndoshta se kanë më atë alarmizmin, duhet jemi të kujdesshëm por kjo mbetet jo me masa shtrënguese, kjo mbetet në nivelin e individit, pra që të zbatoj Po më duket që një komplikacionet që ndodhi ishte që bashkë me të thatin u dojë dhe i njopi, sepse kishte njerëz të cilët lanin duar mbatin distancët e s'kishte nevojë të rinin mbyllur. Por ishin detyruar të rinin bashkë, pra digjesh i njohemi me të thatin, kur them. Dhe për fat mirë kjo po duket sikur kjo val kaloi apo jo. Por nuk di ma do ketë. Patjetër që unë them që kjo val kaloi. Pra u krye një cikël natyrshëm që njerëzit tashmë u mendoj që kanë mësuar disa gjëra, pra i kanë marrë disa mesazhe, do ishte shumë e rëndësishme që edhe politikbërësit dhe ato që kanë në dorë për të marrë reforma, për të bërë ndryshime, të kenë marrë, si thuash, mesazhet përkatëse për të parë pasaj që çfarë do ndodhi. Unë do të dëshiroja që një nga mësimet do të ishte që rialokimi dhe fokusimi më tepër ke kultura qytetare, ke parandalimi, ke edukata shëndetësore, duke filluar qyshja fëminia, qysh filluar në vatrat, në komunitet, në qendrën e punës, në shkolla, kështu me radhë, pra të investojmë te kjo sepse është jo gjë e madhe, dhe të reduktojmë tash me të njëjtat çmimet çik të çmendurinë farmakologjike që tashën të e dyta ndofta ka kohë që edhe OBSH duhet të shikojë një farë unifikimi të qasjeve në nivel të një sistemi shëndetësor të përbashkët, sepse e keqja është e njëjtë, nuk kemi pse ta parcelizojmë mënyrën se si reagojmë në dëshirë të drejtuesve, jo mjek dhe jo epidemiolog. Sidoqoftë, për fat keq, koha kaloi, po nuk duhet ta mbyll pa të kërkuar një gjë që sikur të ishte në dorën tënde, të kishe edhe të gjitha resurset në dorë. Cila është një gjë më prioritare që deshe ta përmirësosh?
në sistemin e soqëm? Pyetje tamam prej profesori Sufkale, po unë sikur ti kisha rizorse, do ishte patjetër që do mendoja që çdo gjë duhet bërë mbështetur në evidenca. Pra, unë do doje që të kisha më shumë të dhëna dhe çdo lloj të pa manipuluara. Alokimi tillë pa manipuluara, patjetër duhet mbështetej në evidenca. Është shumë e rëndësishme ajo që ju thatë që të vendosen disa balanca dhe ekuilibra, pra investimet të jenë të tilla që të investohet si në burime, si në ndryshime sjellje, ashtu edhe në kapacitete apo edhe në ato që quhen investime në Është tendencë që quhet universalizmi i ri, që do të thotë që nuk mund të financojmë çdo gjë, por duhet financuar ato që është provuar me evidencë që prodhojnë shëndet. Kupton, kjo është logjika. Eksakt. Kështu që se di nëse arritat përgjigjesha, por që Okej, jemi në një linjë dhe unë atë kam dashur gjithmonë që unë të them gjë e parë për nëse do të rregullosh dikush në një imazhin e tij ose përmbajtjen e tij është t'i japim një pasqyrë. Të ketë pasqyrë të shohë veten ashtu siç është kur thoshte Gogoli mos u zëmëro pasqyrës nëse fytyrën e ketë shtrëmbër. Pasqyra nuk ta deformon. Po të jep mundësi të rregullohesh. Shumë faleminderit Arjan, atëre edhe njerë përgëzime për gjithë keni bërë ju vetë të gjithë stafi juaj i nderuar, me gjithë kolegët tash të mi shumë të admiruar në këtë kohë nga publiku. Faleminderit për imazhin që keni krijuar, për sensibilitetin që keni krijuar në vështrimin që edhe qeveria dhe shoqëria po jetë syt në që shëndetësia ka kuptuar që kostua financiare nuk vlen përpara kësaj. Dhe faleminderit për gjithë parkursin në jetën tënde me shumë sukses në një brez të ri, i cili të jep shumë shpresë që shëndetësia jonë të jetë bashkëkohore. Faleminderit. Faleminderit profesor, edhe për librin. Të dashur telespektator, ky ishte emisioni për sot. Ju do të mund të rishikoni atë ditën në orën 14 ose më pas në YouTube të regjistruar në adresën Isufkale Oskan. Mirupafshim në emisionin tjetër.